Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'du wa ba'd. Hamdi adhurimi janë për Zotin xhallashanuhu, atë adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Dëshmojmë dhe kërkojmë se nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përveç Allahut një, dhe dëshmojmë dhe kërkojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe i dërguari i tij i fundit. Vllazni, jemi me hadithin e Abu Hurajrës, hadithin numër 9 në librin e Imam Nevovit, ku Abu Hurajra radhiyallahu anhu transmeton se ka dëgjuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të këtë thënë, ato gjëra që o kam ndaluar mundohuni të largohuni prej tyre. Dërsa për ato që o kam urdhëruar mundohuni të praktikoni sa të mundi. Arsyeja që i shkatroi popujt që jetuan para josh ishin pyetjet e shumta dhe kundërvendjet ndaj pejgamberëve. Transmetojnë Imam Buhariu dhe Muslimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith të njohur, ma amartukum bihi fantahu, ato gjëra që u kam ndaluar, ndalohuni. Dërsa ato për të cilat ju kam urdhëruar, mundoheni me i kry as sa keni mundësi. Allahu xhallashanuhu në surën Bekara në ajetin e fundit thot la yukellifullahu nafsan illa wusaha. Allahu nuk e ngarkon askën me atë të cilën nuk ka mundësi me kry. Kemi të bëjmë me ndalime dhe obligime. Sa i përket ndalimeve që Zoti na ka ndalu, apo Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka ndalu, e kemi obligim ndalohemi tërësisht dhe jo të ndalohemi pjesësisht. Për arsye që kur Zoti e ka ndalu një gjë, e ka ditur që ne kemi mundësi me ndalu. Mirë po është ajo çështja personale tek disa njerëz, të cilët kur këshillohen dhe kritikohen, thojnë nuk mundëm me lën këtë gjëna apo nuk mundëm me lën atë gjëna. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë ato gjëra që kam ndaluar, ndalohuni. Dërsa ato që kam urdhëruar, mundoheni t'i praktikoni sa të keni mundësi. Ndalimi që ka bërë Zoti, pastaj ndalimi që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të adhuruar dikon tjetër përpos Zotit është ndalim që nuk ka mundësi me thonë po ndalona pjesërisht, mirë po shkoj po i bëj ibadet një herë gjatë javës apo gjatë muajit apo gjatë vitit dikujt tjetër përpos Zotit. Ndalimi që ka ardhur te alkooli nuk ka thonë që po kemi problem të madh kur po i këshillojmë disa të afërm dhe të largët, po thonë feja islame ka ndaluar shumicën e alkoolit, ndërsa nëse pihet me masa të vogla lejohet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mënyrë qartë ka thonë ajo që di shumica e saj dhe pakica e saj është haram. Feja islame i ka ndaluar të gjitha hapat të cilat sjellin deri te prishja morale te kurvëria. Dhe askush nuk ka mundësi me ron kurvëri pa i përcjell disa hapa. E hapi i parë i kësaj dere është shiqimi. Allahu xhallashahu në Kur'an ka thonë wa qul lil mu'minina an yaghuddu min absarihim, dhe thuaj besimtarëve që të ulin shiqimet e tyre. Për arsye që Allah si krijuesi joni dhe ne si krijesi tinha, e ka ditë se ne nëse nuk i ulim shiqimet, do të vim në atë gjendje kur do të prishet dhe do të bijem runazët në fatkeqësinë e madhe. Sheikh Uthemini ka në një prej librave të tij e ka një këshill të vogël dhe thot nadharun fa salamun fa kalamun fa maw'idun. Thot nadharun është shiqimi, salamun është përshëndetja. Kalamun është biseda. Fa maw'idun është takimi. Do thot nuk ka mundësi njëri marrë takim pa pas shiqim, pa pas përshëndetje, pa pas bisedë, dhe runa Zot, atëherë dy zemrat anojnë ka harami dhe përfundojnë. Pra do të mundohemi gjatë jetës tonë. Ato gjëra të cilat Allahu xhallashahu na i ka ndaluar, të largohemi dhe të ndalohemi. Ndërsa ato që Allahu xhallashahu na ka urdhëruar të mundohemi të i kryjmë me takatin tonë. Allahu xhallashahu pe obligime që na ka ngarku. Të gjitha bin gjatë jetës tonë përveç një obligim, nuk bjen për gjitha shtresat e njerëzimit, për të shnoshtit dhe për të smutit, për udhëtarët dhe ata që janë banim, banim, për të pasit dhe të varfrit, për udhëhesit dhe pasuesit të. Që do të shtaj obligim që Allahu nuk e arsyton asnjë njeri në qoftë se mendja është e shëndosh në trupin e tij. Ai obligim është namazi. Nuk bjen prej asnjë shtrese për shtresat njerëzimit. Gjitha bin. Zeqati
Nëse njeriu nuk ka pasuri cila ka arrit sasinë e caktuar, kur nuk e ka obligim njeriu dhe nuk do të merret pyetjen ditën e gjykimit pse nuk e ka dhënë zakatin. Mirë. Agjerimi, Allah kur nuk ka me pyet një njeri të smutit se nuk ka pas mundësi me agjeru, pse nuk i ka agjeru? Shkryerja e haxhit, është shtylla e fesë islame, Allah xhaleshon kur nuk ka me pyet një person i cili nuk i ka pas mundësi me shku në haxh. Mirë, po obligimi i cili nuk bjen. Është namazi dhe ai falet sipas mundësisë të njerëzimit. Allah na ka urdhëruar që më fal kam. I shnoshit nuk i lejohet më fal ul. Të shëndoshit, namazi fars. Nuk i lejohet më fal ul. Mirë, po në qoftë se një musliman besimtar nuk mund të falën kam, ai lejohet që ta lë namazin jo. Ka lënë në mundësinë që thotë fa'tu bihi mastatatum. Veprojeni aq sa keni mundësi. E cila është mundësia e një personi i cili është i smut? Do thotë më fal në gjendjen të cilën Allahu ja bën të mundshëm. Dhe nëse s'keni mundësi më falul, atëherë ala janab, do thotë i shtrit apo në krah. Dhe nëse nuk ka mundësi me marr abdes, ata të cilët janë rreth të smuarit e kanë obligim me i dhon abdes të smuarit. Arsyeja thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që shkatroi popujt që jetuan para jush ishin pyetjet e shumta dhe kundërvendjet ndaj pejgamberëve. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një ditë për ditëve na mbajti në fjalim dhe me atë rast tha: "O njerëz, vërtet Allahu ju ka bërë obligim haxhin. Prandaj kryeni atë." Allah ja ka bërë obligim haxhin, prandaj kryeni atë. Një njeri e pyet për çdo vet. O i dërguar i Allahut, edhe pyetje përse të ke pyetjen. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, sikur të thoja po, atëherë sigurisht që do të mbetej obligim i domosdoshëm për çdo vit dhe ju nuk do të kishit mundësi. Pastaj tha, me lini për aq sa u le. Sepse arsyeja që shkatroi popujt që jetuan para jush ishin pyetjet e shumta dhe kundërvendjet, kundërshtimet që u bënin profetëve të tyre. Kur t'ju urdhoi për diçka, bëni sa të keni mundësi, por kur t'ju ndaloj nga diçka, atëherë lëreni. Kur t'ju urdhëroj, veproni, sa të keni mundësi, ndërsa kur t'ju ndaloj, ndalohi. Ta peshohem sa njeriu lind dhe vdes nuk ka mundësi një herë në jetë me kry. Kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, vërtet Allahu ka bërë obligim haxhin, prandaj kryeni atë, çka i bën? Se ai i cili e krye një herë, a ka kry haxhin? E ka kry. Nuk po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kryeni çdo vit, a kryeni një herë 10 vit. Ne kemi obligim një herë në jetë me kry haxhin. Dhe pëlqej para disa ditëve një pyetje me të cilën u pyet Sheikh Albani dhe ishte pyetja. Në qoftë se do ishin shkak fjalët e cilat i fole për këtë çështje, do të pengonin ty që të shkosh në haxh apo në umre, pasi që i folte të fjalë jashtë Arabisë Saudite, a do t'i kishe folë? Tha Sheikh Albani po. Do i kisha folë, pasi që kjo është e vërteta. I pëlqej kuj i pëlqej, apo nuk i pëlqej kuj nuk i pëlqej. Është një temë që dietarët e fesë kanë disa mendime. Tha sa i përket haxhit islam ka dhe Zoti tha unë kum kry atë. Në kohë shumë të re. Ndërsa sa i përket haxheve, taqarruban ila Allah, që të afrohem të Zoti xhaleshanuhu, i kum kry 30 haxhe pas haxhit islamit. Do thot, në qoftë se njeriu e kryen haxhin e islamit dhe pas haxhit islamit i kryen edhe 50 haxhe, haxhi i parë konsiderohet haxhi islamit. Dërsa haxhet e dytë, i dyti, i treti, i 10, i 50 konsiderohen nafile, haxhe vullnetare që njeriu me shtu veprat e mira. Në fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, largoni prej punëve që ju kam ndaluar, dhe sa për punët që kam urdhëruar mundoni t'i praktikoni sa të mundeni. Bërejmë kufizimin e praktikimit të urdhrave, atëherë kur ekziston mundësia, ndërsa tek ndaluara nuk vërejmë diçka të tillë, nuk ka ne tolerim. Një ditë për ditëve u pyeta një pyetje të mëshme. Tha hoqta, ndëgjojmë tha për juve që thuni lehtësoni e mos vështirësoni. Sa është ajo kufiri i lehtësimit ndaj dikujna? Ç'kjo është ajo? Të ndalesat nuk ka lehtësim. Me ato me të cilën ju kam ndalu, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, fantahu, ndalohi. Nëse me ato të se ju kam urdhëru,
kryeni sa të keni mundësi. Ashtu ne nuk I bëjmë dikujt presion që vjen muaji I Ramazanit, ka orë muaji I Ramazanit, është shtyllë e fesë islame dhe nuk bën pa agjëru dhe ti do të më agjëru. Për arsye që ai I cili agjeron dhe agjërimi I tina për shkak të smundjes dhe programet të ilaçeve të cilat e ka, I bojnë dom, nuk e lejon asnjë hoxh I fesë islame dhe asnjë mjek I cili ka frikën e Zotit xhaleshano. Bile në raste të caktuara, që është në historitë të Islamit, një rast që është më të vërtetë rast jashtëzakonisht çudi në kohën e vet. Muslimanët e Sirisë kanë pas mu taku me ushtrinë pabesimtare të Xhingis Khanit, tatarëve, të cilët ka qenë zullumçar të maj. Dhe muslimanët kanë qenë në Ramazan. Dhe trupat e tyre janë dupsu. Ushqimi I pakët, armët e pakta, ballafaqimi me pabesimtarët ishte jetë a vdekje. Ne nuk po flasim mo shkatru vetëm ata të cilët ushtar, po mo shkatru nëse shkatrohet kjo ushtri edhe ata të cilët janë pas tyre që janë gratë, fëmijë dhe pasuri dhe xhamitë të muslimanëve. Sheikhul Islam Ibn Taymiyah urdhëron muslimanët që ta prishin Ramazanin dhe prishja agjërimi I tyre ka arsye të Zotit që lëshon ditë gjykimit. Për arsye që është me mbrojt fenë islame, me mbrojt gjakin e muslimanëve, me mbrojt derën e muslimanëve, me mbrojt pasurinë e muslimanëve dhe muslimanët e kanë obligim mo forcu për mu ballafaqu. Njerëzit vjen rënd me prish. Dhe Sheikhul Islami me I bind ata që edhe unë nuk jam agjërueshëm me juve, u shqehet haptas dhe u ton në rreshtat e ushtrisë me I tregu që unë e kom prish, u shqehen, forcohen, luftojnë, fitojnë. Askush prej dietarëve të fesë islame të cilët kanë ardhur pas Sheikhul Islam Ibn nuk e kanë akuzu apo kritiku për veprimet që ne ka bërë. Për atë obligimet me të cilat na ka obligu Zoti e kanë kufinet e veta me kry, ndërsa ndalesat nuk ka tolerën. Vllazni do të më thonë vetes dhe të tjerëve. Ndalohemi prej gjinohave. Ajo shpresa që kemi jetu gjatë dhe do pendohemi dhe do kthehem në rrugën e Zotit, shumë njerëz I kanë zonë gjatë mëkatit vdekja. Shumë njerëz I ka gjetë duke kryer mëkatin dhe shumë njerëz I ka gjetë në gjendje më të vështira. Sa njeri I cili kur e bën mëkatin pendohet për mëkatin, mirë po kthehet përsëri mëkatin. Pendimi I tij nuk është pendim aq I sinqert që me vazhdu. Ne tani jemi në sezonin ku me të vërtet njerëzit do hidhrojnë Zotin e më shumë se sezonet tjera, që kemi sezonin e dasmave. Sa njeri prej besimtarve e bën dasmen për me ja bë qefin krijesave dhe me hidhru krijuesin e tyre me pije alkoolike. Sa njeri do del nga ato vende, ku ndoshta ne duke u kthy pe namazit të yatsis apo duke dalë për namazin sabahit, mund takohemi me një njerëz që mundet me na shkatru neve dhe vetveten. Ne do ringjallim me njetin me cilin në qoftë se Zoti dëshiron me vdes, jemi duke shku në shtëpinë e Zotit me fal namazin, ai që do të arsyetohet Allahut në ditën e gjykimit për mëkatin që ne ka bërë. Elusim Zotin xhaleshon që njerëzit ta kuptojnë se do të mu pendu një herë për gjithmonë. Braktisja e veprave të ndaluara mbetet diçka e përgjithësuar dhe nuk veçohet asgjë prej tyre. Duke përjashtuar raste kur e kërkon nevoja, gjithë të dini, siç është ngrenja e mishit ku është jeta vdekja. Në qoftë se njeriu bjen në pozitë, është një farregullë në librat e fikit, ad-daruriyat tubihu al-mahdhurat. Në gjendjet emergjente lejohen të ndaluarat. Edhe pse sa lejohen sa me mojt shpirtin gjallë. Në qoftë me hongër mishin e ngorësirës, apo me hongër një mish tjetër, që e kemi në rast të komoditetit ndaluar, apo runa Zot me pi diçka prej pijeve që Allah xhaleshon na ka ndalu, kur atëherë kur është pyetje jeta vdekja. Mirë, po jashtë kësaj situate nuk e lejohet muslimanit dhe muslimanis ta bëjnë një vepër prej veprave të ndaluara. Veprat ndaluara për të cilave duhet të nxjerrëzohemi kanë të bëjnë me haramin. Ndërsa veprat e rryra janë të lejuara që të praktikohen pse më mirë është braktisja se sa praktikimi I tyre. Le të cekëm edhe javën e kalu, që prej imanit lartë të njerëzve nuk është vetëm largu prej të dyshimtave, prej haramit, që është haramit qartë, mirë po muslimanët e parë janë largu edhe prej disa gjerave të vogla të lejuara, vetë që më smëro në gjinohe apo në gabime.
Veprat që urdhërohet njeriu duhet i praktikojë sipas mundësisë, ashtu siç e them. Dhe nuk i lejohet muslimanit dhe muslimanes vllazni po përsëritën një çështën e namazit. Namazi është çështja po që do të pyetemi ditën e gjykimit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po thotë: çështja po që do të pyetni ditën e gjykimit është namazi. Nëse namazi është në rregull, të gjitha çështjet tjera pas namazit janë në rregull. Është buroja jon ditore mes neve dhe Zotit. Kum pa kohëve të fundit, disa prej besimtarëve kur po smuhen, në smundje të lehta, të mesme apo të rënda, vllazni nuk po falin namazin. Ç'ka mundsi njeriu me lënë namazin kur është më së afër vdekjes së tij. Në ato momente kur ai ka nevojë më shumë ti me qenë afër Zotit, mu kthy rrugës Zotit. Do të janë ditët e fundit, do të janë javët e fundit, do të janë muajt e fundit, do të është viti i fundit. Nuk bën me qenë smuja sado që është e rëndë. Pengesë për lënien e namazit. Njeriu duhet mu fal. I shnosh dhe i smut. Allahu xhaleshan nuk e ka liru asnjë person deri në ditën e gjykimit që me lën namazin në një situatë, prej situata në qoftë se truni punon ashtu siç duhet të punon. Fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ajo që shkatoi popujt që jetuan para ishin pyetjet e shumta dhe kundërshtimet që u bënin profetëve. Ajo që ndalohet në hadith ka të bëjë me çështjet që ekzistojnë në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi të cilat do të ndalimin një sendi për shkak të pyetjes së tij. Pat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një kohë prej kohëve ja ka ndaluar sahabëve me pyetje. Ka thonë kush mos pyetni? Pse mos pyetni? U çu dikush ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për një çështje e cila ka qenë e lejuar. Nuk ka pas ndalesë as ajet, as hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për një çështje. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, po, kjo është ndaluar. A deri në atë moment do kon e lejuar. Edhe për punë mos mushtu obligimet prej Zotit dhe mos mushtu ndalimet prej Zotit që dëshon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka ndaluar popullit Medinës me pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kanë thënë sahabët, i mërzit, kanë pasur me pyetje. Thënë kishim dëshirë me ardhur një arab i arabëve të lartë, të mëshëm, të thjellë. Me pyetje Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për me ndëgju përgjigjen prej tina. E prej atyre pyetje që u pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për jashtë Medinës, ka qenë edhe pyetja që është pyet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, o i dërguari i Allahut, kur do të ndodh kiameti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka përgjigj pyetjet dhe ka thonë çka ke përgatitur për të. Pyetja ka thonë nuk kam përgatitur për obligimeve. Shumë. Farzët i kam kry. Ato shkam në kanë kërkuar Zoti i kam kry. Mirë po pe punëve vullnetare, nuk kam shumë namaz nafile, nuk kam zakat, sadak nafile, nuk kam kështu. Mirë po ne du Allahun dhe të dërguarin e Tina. Enesi radhiyallahu anhu që ka qenë në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që lu Zoti i shkon shkollën të gjithë, i thot asnjëherë nuk kemi gëzuar më shumë se atë ditë. Për arsye që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ka thonë pyetësit, njeriu në ditën e gjykimit do të jetë me atë që e don. Do thotë Enesi radhiyallahu anhu, ne sahabët e dojmë Allahun, e dojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe shpresojmë me dashnin tonë që kemi ndaj tyre, do të jemi zbashku me ta në xhenet. Këtë hadith i kemi disa dobi të shumta prej tyre, domosdoshmëria e braktisjes së çdo gjë që ka ndaluar Allahu dhe i dërguari i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Domosdoshmëria e praktikimit të çdo gjë që ka obliguar Allahu dhe i dërguari i tij. Qortimi për mos të rënë në atë humner që ranë i tharë të librit, gjë që shkaktoi shkatrimin e tyre. Njeriu nuk obligohet më shumë se mundësitë që ka. Nuk obligohet më shumë se mundësitë që ka. Dikush që ka të pamundur të praktikoj plotësisht një obligim, mund ta praktikoj obligimin aq sa ka mundësi me e kry. Çu të cekem, njeriu fillon Ramazanin me inu. Edhe e shet që u ka mundur me inu. Mirë pas ditës dytë apo ditës tretë është smut, ka inu sa ka pas mundësi. Pjesë tjera i ka ngrënë. U ngrit më fal kom. Mi po lodh gjatë namazit. Janë dy, ose me lënë ose me vazhdu. A i lejohet me lënë jo, për arsye që ai mund të vazhdojë namazin duke fal, ul. Dietar kanë thonë njeriu thotë ka disa ujë. Uji i cili e ka nuk mjafton me lënë gjitha pjesët e trupit. I lën me ujin cilin e ka aq, mund të thonë dikush, na ka dhe Zoti na mësua me pas ujë. Ne nga folim për një vend që me sjell ujin e pjesë kanë udhëtuar në raste të
të shumta rreth 150 kilometra. Për arsye që nga burimet e Medinës, kur kanë hap pusat bunarët, ka dalë ujë i njelmt. Dhe shumë pak pusa bunare kanë pas ujë të ëmbëlt. Dhe nuk kanë pas mjetet e kohës sotit që të hapin pus bunar, që shohim në shumë venda përmi 30-40 bunar me një hapësinë 50 metra. Ka thonë dietar, ka ujë, merr abdes aq sa ka ujë. Ju ka harxhu ujë, pjesën tjetër vazhdon me tejmum. Pra i kryjmë obligimet aq sa kemi mundësi me i kry. Mësojmë se njeriu duhet të pyes për gjërat që i novitet. Për arsye që nëse pyetemi, pas vdekjes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, as nuk kanë mështu obligimet, as nuk kanë mështu ndalimet. Për arsye që feja është plotsu dhe obligimet nga Zoti xhashani janë përmbyll. Dhe prej pyetjeve që na porosit gjithmonë hoxha jon dhe nxënësit e tina është që pyetësit të pyesin hoxhen për pyetjet që të ndëgjojnë përgjigjet, edhe nëse e din pyetësi përgjigjen e sajna. Argument për këtë ka pas hadithin e Xhibrilit që ka pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për pyetjet që masi u përgjigj Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, çka thonë Xhibrili? Sadak, të vërtetën e the. Kjo ndodh kur njeriu e sheh familjen e tij, e sheh shoqërinë e tij se janë duke vepruar disa veprime të gabuara. E pyet hoxhen, e pyet imamin e xhamisë, e përkujton me pyetje se ka nevojë që njerëzit të ndëgjojnë këto përgjigje. Që me të vërtet, vllazni, nëse nuk përsëritet dituria, dhe nëse nuk dëgjohen pyetjet, njerëzve kanë mjë përzi halali dhe ka mjë përzi harami. Ashtu që ka përzi njerëzve sot, bile në rastet të caktuara, ma e qartë ju ka bo haramin praktikim se obligimin praktikim. Pej çështjeve që me të vërtet kanë ndryshuar shumë gjatë viteve të fundit në vendin tonë, është mbulesa e grave në islam. Kur u mbulejke para disa dekada, dikon 3 dekada, çdo femën ka qenë e mbulum shami dhe mantell. Nuk ka pas femën e cila nuk ka pas hijab, xhilbab, mantell, çush dush në jetën e emën. Sot ai obligim për obligime që është më mbulu dhe mos më shfaq diçka prej pjesëve trupit, është befasi me po nej vajzë të re apo nej grup martume të re e cila ka mantell për arsye që ju ka bë obligim mo vesh me një bluzë, me një palë pantolla, edhe fatkesia më e madhe është në qoftë se dikush e ka dikon familjet vetë e ka malet me këshyr, duke i ngrit pantollat në lart të më lart dhe duke ju zbulu pjesë e trupit për arsye që ka mbet më shumë si lloj kamuflazhe e një mbulesës apo shfaqje e mbulesës, edhe fatkesia më e madhe është që po konsiderojnë mu ka mbulu vajza. Kjo nuk është mbulesë. Këtë mbulesë nuk e njeh feja islame. Kjo është zbulesë. Edhe më e madhe që në qoftë të se ajo vajzë, se sa i përket zbukurimit të vajzave të pamartuara, të cilat i falin namazit, është bërë me obligim se sa për nonat e tyre pranë bashkëshortëve të tyre. E pra e pyet njeriu, ato që ka mundësi me pyet, që me i këshillu, ata prindë të cilët kanë vajza, ata djemë të cilët kanë motra, që t'i kuptojnë obligimet e Zotit, detyrat e Zotit, në veten, familjen, shoqërinë. Zoti është shpërblet gjithëve. E lutim Zotin xhashon që të vazhdojmë me shpjegimet tjera të hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të transmetuar nga Imam Nevaviu.